Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Veriu ka qenë destinacioni i radhës i përfaqësuesës së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, e cila sot duket që i ka bërë një skanim situatës në terren dhe nga atje ka theksuar rëndësi dhe rolin që ndërkombëtarët kanë në veri. Ky mesazh vjen në kohën kur Kosovës e Serbisë po kërkohet të riangazhohen në vazhdimin e procesit të dialogut dhe normalizimin e raporteve e Kosovës, në veçanti i është dhe lajmi se BE ka nisur heqjen graduale të masave. Pas pak në linjë direkte do ta kemi kolegun tonë Augustin Palokaj, me cilin do të flasim dhe diskutojmë për heqjen e masave nga Bashkimi Evropian, e më pas në studio me profesorin e shkencave politike Basri Musën flasim për kërkesat që Kallasi pasi për Kosovën dhe a është ky momenti i dur për vazhduar dialogun kur vendi ende nuk ka institucione të formuara. Por së zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. Shefja e BE-s viziton Veriun. Sipas saj, ndërkombëtarët japin pasqyrën më të saktë për situatën atje. E Kallas mbrëm u njoftua edhe me kërkesat që kulti ka për vazhdimin e dialogut. Për të 20 herë në radhë dështon të konstruohet kuvendi. Përveç akuzave të ndërsjella mes partive politike, përmenden edhe ofertat pune në këmbim të votës. Grihet akt akuzë për spionazh ndaj Aleksandr Vlajić, akuzuar edhe për sulmin ndaj KKZ-ve në Veri. Vlajić akuzohet se cënoi sigurinë e Kosovës dhe jetën e zyrtarëve shtetërore të shtetërorëve. Trumpi kërcënon BE-n me tarifa për 50%. Paralajmëron edhe për kompaninë Apple se mund përballet me tarifa për çdo iPhone të prodhuar jashtë SBA-s. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka qëndruar mëngjesin e së premtës në Veri, megjithse një gjë e tillë nuk ishte bërë e ditur paraprakisht. Ajo ka thënë se është i rëndësishëm roli ndërkombëtarëve në Veri për ta parë situatën ashtu siç është në të vërtetë. Shohim narrativa të ndryshme për situatën. Njëra palë thot një gjë, e tjetra diçka tjetër. Por mendoj se forcat ndërkombëtare që janë këtu e japin një pasqyrë mjaft të saktë. Prandaj është e rëndësishme që të flas me njerëzit në terren, ashtu që të shohim se çfarë mund bëjmë për ta bërë të ardhmen të sigurt për të gjithë në Kosovë, ka thënë ajo në Mitrovisë të Veriut. Kallas në Prishtinë një ditë më parë ka thënë se prioriteti kryesor për Bashkimin Evropian mbetet normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. E pyetur lidhur me mënyrat e reja që janë duke ushqilluar në BE ashtu që dialogu të jetë më produktiv, Kallas ka theksuar se çështjen do ta shtrojnë ndarras me palët në Kosovë dhe Serbi. Pas takimeve me udhëheqësit e partive politike, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas një ditë më parë ka takuar në një darkë pune kryeministrin në detyrë Albin Kurtin. Në njoftim mes tjerash është theksuar se Kurti ka folur edhe për konstruimin e institucioneve, raportet me Serbinë e të drejtat e shqiptarëve të luginës së Preshevës. Madje Kurti në këtë takim ka kërkuar që masat e BE-s të vendosura ndaj Kosovës të hiqen plotësisht, teksa ka theksuar se Kosova duhet të marrë statusin kandidat si demokracia më e avancuar e Ballkanit Perëndimor. E duke diskutuar për procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Kurti ka theksuar rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjes bazike të aneksit të saj, si dhe ka kërkuar që Serbia të mbahet përgjegjëse për sulmin në Bajsk. E tani kemi një linjë direkte kolegun tonë Augustin Palokaj nga Brukseli, me cilin do të flasim për mesazhin kryesor që dje Kallas e dha në Kosovë pra për heqjen e masave. Atëherë Augustin, përshëndetje. Përshëndetje, Donika. Atëherë Augustin, në mesin e disa kërkesave që Kallas dje i pat për liderët e Kosovës, kryesorja ishte ky lajmi që dha për heqjen e masave, tha se masat ka nisur të heqen gradualisht. Cilat janë informatat që Augustin i keti për këto masa, ose si është mënyra, cila është mënyra paraparë për heqjen e tyre? Në fakt, pasi që fjala është për masa që janë miratuar në mënyrë krejt jo transparente, të pa qartë, jo zyrtare, pa ndonjë dokument të botuar me masat e sakta, atëherë është vështirë edhe të kuptohet se si po hiqen dhe cilat po hiqen. Ajo që kemi dëgjuar sot gjatë ditës është se janë hequr vetëm 2 masa dhe ato janë krejt simbolike. Pra, rifillon puna e disa nën komisioneve mes Kosovës dhe BE-s në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit, si dhe asistenca teknike për Kosovën në kuadër të kornizës investimeve në Ballkanin Perëndimor. Këto janë të vetmet që përmenden, ndërkohë që thuhet se deri tek ky vendim është ardhur pas diskutimeve që kanë pasur ministrat e jashtëm në prill,
dhe si pasojë, siç thuhet, zhvillimit të qetë të procesit të zgjedhjeve në Kosovë më herët gjatë këtij viti. Thuhet po ashtu se Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm po i mbajnë të informuara vendet anëtare për këto. Mirë po unë sot kam dëgjuar nga së paku 4 vende anëtare se nuk janë në hollësi të informuar dhe se nuk e kanë të qartë se çfarë po bën Komisioni Evropian rreth heqjes së masave dhe cilat do të hiqen. Prandaj në këtë moment vlerësimi është se pos këtyre 2 masave që përmendëm, nuk ka masa tjera që janë hekur dhe që do të hiqen së shpejti. Përkundrazi, thuhet se disa vende anëtare, e këtu posaçërisht përmenden Franca dhe Italia, insistojnë në atë fjalin që ishte dhënë kur ishte shpallur se po hiqen masat gradualisht, se përpos në termin heqje graduale të fokusohen edhe në atë termin heqje graduale paralelisht me veprimet e autoriteteve të Kosovës drejt depërshkallëzimit. Pasi që veprimet e fundit të autoriteteve të Kosovës në veri nga vendet e Kvintit dhe nga BE-ja janë kritikuar dhe janë quajtur si veprime që nuk çojnë drejt depërshkallëzimit, atëherë kjo na lën të kuptojmë se nuk ekziston tash në këtë moment një gatishmëri për heqje të mirëfillt të masave që do të kapnin edhe zhbllokimin e fondeve të Bashkimit Evropian që janë të bllokuara për Kosovën, por më shumë është fjala për disa hapa simbolike. Dhe Augustina, po i bie tani që BE-ja do të vazhdojë ta mbajë të kushzuar Kosovën në këtë formë përmes këtyre masave? Po, siç u shpreh sot një diplomat, masat janë sikur një cak lëvizës që Komisioni Evropian dhe disa vende anëtare po e lëvizin. Në fillim kishin të bëjnë vetëm me tensionet në veri, ndërsa tash përmenden edhe disa gjëra tjera, përmendet madje edhe krijimi i institucioneve të Kosovës, sepse heqja nuk do të kishte shumë kuptim nëse nuk ka Bashkimi Evropian një partner në Kosovë me të cilin do të mund të punonte. Prandaj mbetet shumë e paqartë se si do të shkojë kjo. Kur u vendosen masat, ato u vendosen me një shpejtësi marramense brenda disa ditësh dhe tash për heqjen e tyre po diskutohet më shumë se një vit. Pra, qartë shihet qëllimi që përmes tyre masave të mbahen disa kushtëzime ndaj Kosovës dhe për çfarë qëllimesh, kjo është krejtësisht jo transparente nga ana e Bashkimit Evropian. Por gjithsesi, vazhdojnë të thonë se mungesa e hapave të autoriteteve të Kosovës apo hapat që nuk shkojnë në drejtim të dëshirueshëm për BE-n janë edhe arsye pse nuk po shkohet drejt heqjes së plotë të këtyre masave. Dhe Augustin, edhe një pyetje krejt në fund. Sa është e rëndësishme që Kosova në këtë kërkesën e BE-s për të vazhduar dialogun dhe për të rinisur këto takime, të shkojnë në këto takime pas heqjes së këtyre masave? A mund vi deri te një vendim i tillë ku Kosova mund të ulet në tavolinë e dialogut pa masa apo duket e paarritshme kjo çështje? Nuk e di së pari a do të kushtëzoj Kosova pjesëmarrjen dhe kush në emër të Kosovës do ta kushtëzoj pjesëmarrjen. A ka Kosova institucione të cilat do të kishin mandat të plotë për të marrë pjesë në takime të tilla të dialogut. Prandaj zonja Kallas edhe përmendi nevojën që sa më shpejt të themelohen institucionet në Kosovë. Fakti që Bashkimi Evropian takimet e zonjës Kallas i paraqiti si takime me zyrtarë të partive politike, dëshmon se kanë disa rezerva ndaj autoriteteve të Kosovës, ndaj qeverisë, që është qeveri në largim, qeveri teknike, qeveri në dorëheqje apo çfarë do të qoftë, pasi që antarët e qeverisë janë edhe antarët të kuvendit. Prandaj duket se këto paqartësi po kanë ndikim edhe në kontakte me faktorin ndërkombëtar. Dhe në këto rrethana, pa krijimin e institucioneve, unë nuk e shoh të mundshme rifillimin e dialogut, së paku jo një rifillim të mirëfillt ku do të kishte edhe rezultate konkrete. Pra duhet pritur që Kosova së pari të formojë institucionet, do të ishte mirë sikur të kishte një qëndrim të përbashkët për qasje në dialog, e pastaj të shohim se si do të shkojnë gjërat, sepse edhe ashtu në më shumë se një vit nuk ka pasur lëvizje në kuadër të dialogut, e sidomos nuk do të mund të kishte lëvizje pozitive në këto rrethana kur Kosova është duke jetuar me paqartësi institucionale. Atëherë Augustin, falenderoj shumë që ishe në këtë linjë direkte sot me ne. Ju falenderoj po ashtu.
Dhe edicionin e vazhdojmë përsëri me çështjen e dialogut pasi që ministra në detyrë e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka thënë se takimet trilaterale për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi janë larg. Pasi përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas ka thënë se Kosova e Serbia duhet të rikthehen sa më shpejt në Bruksel për negociata, Gërvalla ka thënë se Kosova ka qenë gjithnjë në dialog e se nuk është larguar asnjëherë nga ai. Ajo bëri thirrje për ekstradim të Milan Radočićit në Kosovë derisa tha se s'ka asnjë mirëkuptim për të gjithë ata që kërkojnë që Kosova të bëjë lëvizje në dialog, ndërkaq s'ka asnjë konsekuencë për Serbinë. Shefja BE-s ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet ta tejkalojnë të kaluarën dhe të punojnë për të ardhmen e përbashkët. Ka të shtuar për të 20 herë konstruimi kuvendit të Kosovës. Edhe të premte nuk pati quorum për ta votuar komisionin për votim të fshat. Kryesuesi Avni Dehari mbylli seancën për të vazhduar sërish me datën 25 maj. E pas ndërprerjes së seancës, deputetja PDK-s Vlora Qitaku ka akuzuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti se po e mban peng Kosovën. Sipas saj, PDK-ja ka lëshuar rrugë duke ofruar alternativa. Nga ana tjetër, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Donika Gërvalla ka kërkuar reagim racional nga deputetët e partive të tjera në kuvend për votimin e kandidatës për kryetare të kuvendit. Ajo ka thënë se kjo situatë është e papranueshme dhe se sipas saj deputetët e partive të tjera duhet të reflektojnë. Të cilët bllokojnë kuvendin. Deputetja nga komuniteti bosnjak Duda Bale ka pohuar se në këmbim të votës për Albulena Haxhiun për kryetaret kuvendit i është premtuar një vend pune si profesoresh në Maqedoninë e Veriut. Ajo është pyetur nga gazetarët për këtë çështje para se të niste seanca e konstruimit. Bale ka shtuar se ka qenë një mik e saj jo nga politika që ia ka ofruar këtë pozitë. Siç ka theksuar, ajo ka refuzuar këtë ofertë. Lidhur me këtë është pyetur edhe deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Donika Gërvalla, por ajo ka thënë se nuk ka informacione për një gjë të tillë. Personat? Ka qenë një... Në shenjë pakënaqësie rreth mos konstruimit kuvendit dhe ndikimit të kësaj bllokade në mbrojtjen e fëmijëve, koalicioni organizatave për mbrojtjen e fëmijëve KONF ka organizuar një aktivitet simbolik. Kariket tuaja nuk vlen më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve. Drejtoresha e kësaj organizate, Donjeta Kelmendi, ka thënë se kjo bllokadë po shkakton stagnime në reforma dhe procese të rëndësishme të mbrojtjes së fëmijëve, derisa përmendi politika sociale. Kelmendi u bëri thirrje deputetëve që të reflektojnë dhe të ngrenë përgjegjësinë e tyre institucionale për nevojave, vështirësive dhe realitetit të rënd të fëmijëve në Kosovë. Rreth bllokimit të konstruimit kuvendit ka reaguar edhe një grup i organizatave të tjera të shoqërisë civile. Në një reagim të përbashkët, ato thonë se kriza institucionale me bllokimin e konstruimit të organit ligjvënës ka kaluar kufit dhe po e dëmton vendin. Mbrojtjes së fëmijëve, duke filluar me politikat sociale për Punëtorët e ndërmarrjes pastrimi e kanë vazhduar grevën edhe këtë të premte para komunës së Prishtinës. Ata kanë vazhduar shprehjen pakënaqësinë për gjendjen e rënduar financiare të kësaj ndërmarrje. E në shenjë pakënaqësie ata kanë parkuar kamionët e punës përpara ndërtesës së kompanisë. Sipas punëtorëve, greva ka për qëllim sigurimin e pagave më të larta, përmirësimin e kushteve të punës dhe furnizimin e rregullt me derivate për mjetet e punës. E sot gjithashtu kryetarët e komunave ku operon ndërmarrja pastrimi janë takuar dhe janë shprehur të gatshëm për decentralizimin kësaj ndërmarrje. Në njoftimin e komunës së Prishtinës thuhet se lidhur me zgjidhjen e statusit të ndërmarrjes, përfaqësuesit e saj janë njoftuar se është zhvilluar një takim i thirrur nga kryetari i kryeqytetit Parim Rama me kryetarët e komunave të tjera aksionare, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të iniciuar menjëherë procedurat e decentralizimit të ndërmarrjes në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ndërkaq është njoftuar se të premten është mbajtur takim edhe me përfaqësuesit e sindikatës së pastrimit, me përfaqësues komunës së Prishtinës lidhur me kërkesat e parashtruara nga sindikata. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë të re ndaj Aleksandr Vlajić në ndyshimin për spionazh. Sipas organit të akuzës, ai ka shërbyer si agent i BIA serbe, së cilës i ka dërguar informacione dhe dokumente të rëndësishme që të cenojnë rendin kushtetues dhe sigurinë e Kosovës e edhe jetën e zyrtarëve shtetëror dhe të qytetarëve të saj. Një akt akuzë e re është ngritur ndaj serbit Aleksandr Vlajić, i cili është duke u gjykuar edhe për sulm me bombë të ndërtesës së Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut.
Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se ndaj tij është ngritur edhe akt akuzë për spionazh në ndyshimin se ka shërbyer si agent i BIA-s serbe. I pandehuri AV akuzohet se nga data e pacaktuar e deri në momentin e arrestimit me datën 26/6/2024 në cilësinë e agentit rezident ka mbledhur dhe i ka dërguar Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Republikës së Serbisë informacione dhe dokumente të rëndësishme që cenojnë rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës së Kosovës, si dhe jetën e zyrtarëve shtetëror dhe të qytetarëve të saj. Prokuroria ka bërë të ditur se nga provat e siguruara ka rezultuar se në organizatat ndërkombëtare në Kosovë, Vllajić kishte krijuar një rrjetë të punësuarve të nacionalitetit serb, nga të cilët kishte pranuar informacione dhe raporte të punës së këtyre organizatave, që sipas aktakuzës ndërlidheshin me aspektin politik dhe të sigurisë brenda territorit të shtetit. Prokuroria ka bërë të ditur se Vllajić ka mbledhur informacione edhe për persona të nacionalitetit serb me qëllim që t'i paraqesë si bashkëpunëtor të strukturave të sigurisë së Kosovës. I pandehuri, informacionet dhe dokumentet e siguruara ja kishte përcjell zyrtarit të lartë të BIA-s RG, shefi njërës prej qendrave të BIA-s në territorin e Serbisë përmes komunikimeve telefonike dhe takimeve fizike. Po ashtu, të akuzuarit gjatë mbastisjes së shtëpisë së tij nga ana policisë së Kosovës janë gjetur në posedim, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin në fuqi, një armë e modelit Cervena Zastava dhe një spërkatës gaz lotësjellës, të cilat janë sekuestruar në vendin e ngjarjes. Prokurori i rastit i ka propozuar gjykatës themelore në Prishtinë që Vllajićit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor dhe ta shpall fajtor për veprat penale për të cilat akuzohet. Krahas tij në paraburgim për spionazh janë edhe Bedri Shabani, Muharrem Qerimi, Jelena Gjukanović dhe Hysri Selimi.